Futi dhe Durana, futi dhe i Trahanana mrapa dhe pastaj ikim në Europë. Me këto akshat e me ashekera, me i Albania, me gjitha, në të shumë të raste do të presu është 12 natës, vim rrokla vërdall, rang, lere thot, fri gjumë se sesh gjasone. Pyetje diskutime, apo do t'i bashkësh të dyja? Jo, sinqerisht e kam. Jo, t'i bashkoj të 3, edhe ikin, në fund fare bashkëtim. Unë i kam pyetje diskutime, që vetëm një pyetje kam për nismëtarin. Qafsh mu, e ke bët ti këtë kështu, po të spati guximi qivirria të sjellë vetë. Po duj pyetje kështu të sinqert, se Ulësiu mëngjes propozoi amnisti për gjithë, ti i solle këta, tjetra tha portet, ti marrin gjithë, çfarë po bani këtu brëdha? Pse s'ka një tjetër na propozoi tikin gjithë kush e mendrosh me pëdën, është ballist, dorëzoi rreckat e të maj pasaportit tiki. Po çfarë po bani kështu se s'po majnë vesh në këtë vend se çfarë po ndodh? Kjo ishte pyetje parë. Tani, po i dithimi gjitha ne apo jo? Kështu e ke lënë. Jorë të diskutime. Tani ore keni idenë ju situatës të Akshit që po na vini gjithë kaq freskët, kaq kështu, e kupton? Çfarë ka ndodhur të Akshi, më thënë? Unë po të vi, sa fola nga Lushnja, me që jeni gjithë Akshi këtu. Ashtë ke Lushnje ka i javë apo 7 ditë sot që s'ka lidhje me Akshin. Ju tërnet nuk punon asgjë, ka rrinë ato, maj rogë kot, po pi bira, po bën qef. 7 ditë, orë, ma përgjithsi në këtë vend njëri? 8 ditëre, sot nuk punon asgjëja, s'merr shërbim askush. A man përgjithsi njëri? Pik pyetje. Ju thoni ky ligji nuk hyn ato kapitull të në Europë. Ç'a po bëjmë ne këtë tani për Europë? Se mona del si puna 30 milion eurove që merrte ai me objekte militaristë çukullata. Dhe do na dalin tani këtu sa të lodhemi ne për t'i hedhur në sistem, o burrat i bëjmë këtu? Po mirë, përdesa ju e thoni relacion këtu te ky relacion ju që na sillni, thot nuk na fut në Europë dhe më thot tani për çfarë po e sjellim ne këtu? Sepse para njerë duhet të thjeshtosh punën për qytetarët. Me që kemi drejtoreshën e Albanias, e ka thjeshtur punën për qytetarët i Albania? Jo, ka rritur korrupsionin më shumë dhe abuzivitetin, po, ta shpjegoj unë, për dale mos u mërzit. Psi ka rritur? E para njerë gjithë të patronazhimit, nuk po hym të patronazhimit, se kjo, më dhe sistemi asaj patronazhimit i ka të gjitha këto, po e lëm këta, se me që ka kalur të shi. Po themi që, a keni kontrolluar një se sa Hallexhin paguan 10.000 lekë se nuk e ngasin dot, nuk e din çfarë është emaili, dhe ku i thonë erdhi emaili thot presi pak të dera. Kemi drejtorin që ku i thonë erdhi emaili thot presi pak të dera se jam i zë. Pra jo më pleq dhe moshët që paguajnë 10.000 lekë për të kërkuar certifikat. Jepni më parë 500 lekë të gjinat civile sketa, dhe merrni 500 lekë. Vjetra. Sa i kafe. Sot du 10.000 lekë se gjitha ta pa licensur, pa tatim, pa dreqe, pa të birë, maj një kompjuter për pa e thonë, ajde ku do të aplikosh? Të hapësh, ne me ti merë dhe të dhenat gjitha personale, jo hapin dhe emailin, i merë të dhenat personale, dhe fare absolutisht as bilet, as tatim, as dreqe, as birë. Sot, i Albania, për i rrip qytetarë de facto, moshave. Ke pun, ke halë, do të marrë që pasaport shpejt, nuk punon, thot. Edhe të takojmë i të hanën e. Për që është takojmë i të hanën? Do hiki për 72 orë, ka procedur shteti, të aplikosh, dhe të marrësh për 72 orë. Nuk punoj sistemen. E keni kontrollur ju se sa to 6 muajt e fundit që nga kjo batërdia nuk punoj sistemet? Tani, shqyqy që iko e drejtoresha e Aksit, dhe si duket ajo do të ketë lengë të modelin, se ishte dhe pas shpi, gjynaf, që lo iku pas shpi, me qera, gjynaf, halli math për këtë vend, halli math. Gjeni në i drejtor që mos të ketë halë tjetë shpi për qera, se është halli math dhe ky. Tani, ju me këta pyetje drejt për drejt, jo për një setym, për gjithë ju që jeni atje, ora mendoni ju që doni të hiqni dhe atë rol kontrollues që ka këto bistafullar parlamenti, që vini në njëherë
edhe bëni sikur na jepni llogari që s'ta pyet njëri se ti bën një pyetje ata të përgjigjen për kometën alle, edhe këtë do të më hiqni ju me këtë private? Po mirë, nuk u ngopët ju që ai Ermali i mori gjitha, krijoi shoqëri këtia për grup strukturë kriminale ata taksë. Vetëm përse krijoni shoqëri private, ju po na vini prap këtu po na thoni që t'ia varim mëlçit ujkut në qafë? Po kujt si private? Gjithë shërbimet. Shërbime bara ishte me dhe ai, po kishte objekt në vrimtarisë çukullata. Nuk e kishte objekt në vrimtarisë për pastrim dhe rregullim sistemesh. Kush na jep kanë garanci tani, apo hajt kryejmë ca vende të punë tani nëpërmjet me që shoqëri private, fusim ca që më mbaj sistemet. Po ndërkohë narket ata të kenë gjithë sistemin në xhep për shkurt e patronazhimit. Kush na garanton në këtë që s'është? Se nuk du të flasë për kontrolin buxhetor, se fatmirësisht janë të pjesë ekonomisë që ky ligj që më tepër është për ekonomi, buxhet e tjerë, nuk kalon te këta Komisioni Ekonomisë. Dhe nuk po ndërhyj po. Ç'po bën ju me këtë sistem? Ç'a jeni duke krijuar? Ç'a jeni duke bërë me këtë shtet? Ora dini që dhanat më sensitive keni ju e administroni ju? Sot nuk ofrohen shërbime nga që ju kaq europian me këto akshat e me ashekera, me Albania, me gjitha, në të shumë të raste do të presosh 12 natës, vim rrok lavardall, rang, lere thot fri gjumë se s'është gjë sonde. Si ku hyni në Europë ju, si po i bëni këto ju, kur absolutisht, jo vetëm që është një nga vjedhjet më të mëdha që ka ndodhur në Shqipëri, është pikërisht aksi. Batërdia më e madhe me financët publike është aksi. Edhe më rrokllat ato tiktokrat e gjitha, ka dyshime shumë që janë bërë nga këto për gjurë, po të nga aksi. Ka që si do të bëri këtë privat? Ky privati do kontrollo ka këtë shtetin, edhe këto pajisje gjitha, kush e ka këtë garanci? Kush në garanton? Pra ju do mbani atë pronën shtetërore thot 51%, pronë dhe gjithë shtetërore, sistem dhe gjithë shtetërore, vetëm se do t'i mërmajnë pak privatët. Ata privat që ishin po të lidhur fort, drejt për drejti, me drejtorin, me zvendë, me gjithë me radhë, këta për privat, këta lloj ligji po ofrojnë? Si ka mundësi gjithë të ligjet ka çuditshme, ndryshime drastike, në përkohë po i sillni ju gjithë deputet që edhe si. Po si ka mundësi më bë? Çfarë po ndodh këtu? Si Durana. Njësoj. Futi dhe Durana, futi dhe i Trahanana mrapa dhe pastaj ikim në Europë. Për mua jeni duke bërë një akt korruptiv, ligjërimin e akteve korruptive me ligj parlamenti, duke zhveshur ka parlamenti nga sot e tutje me kalimin e këtij ligji, nga kontrolli që mund të ushtrojmë mbi këtë institucion të sigurisë kombëtare, kur njëherë hyri një iranian atje nga një qendër interneti me manivel, ra shteti shqiptar. De facto ra gjithë në dorë Tiranë. Jo po ne kapëm, jo po ne s'na qelloi, jo po s'na goditi, jo po dole ku çap polici, spionat, gjithë me radhë, mësoj shoku që se spion, targat e makinave, dolën gjithë dritë dielli. Gjithë dritë dielli, da jemi këtu dëshmitarë, dolën gjithë dritë dielli. Pastaj të ishte patronazhit, ai sistemi patronazhimit dhe, i kishte gjithë targ makina, drejt shtëpie, çike hall daje, ku kishe bërë kërkesë të legalizimit, kishe paguar dritët apo jo ujin, nuk lodhesh, ai kishe gjithë. Po si u derdhën gjithë këto informacione tek ta barbur? Ku i mori, si erdhën gjithë to sistemet, çuditërisht i kishte çdo këtu grupi vullnetar atje thoshte ky po shiko se ky s'ka paguar atë do ky legalizim. Po ky ka bërë kërkesë filan vend për këtë gjë. Si ka mundësi më bu? Nga erdhën këto? Ja pra si pasojë këtij aksit, se gjitha ja kaloi sistemin patronazhimit. Dhe ju vazhdoni të thonë shiko, me që u mërzitët ju që ne si shtet, po ja kalojmë privatit që të merren privatit të bëjmë sa vende punë atje. Faleminderit. Tani zoti Malaj, se në të gjithë të diskutim pati dhe një 2 pyetje më duket. Një pyetje. Një përgjigje për pyetjen, si nismëtar, ministria pastaj mundët edhe të plotësoj përgjigjen. Po zoti Malaj. Faleminderit, kryetar. E kuptoj zonin Koreshi, është në gjithë drejtën e tij për të shtruar këto pyetje dhe për të dhënë këto komente, por
ai ashtu si dhe unë e di mirë, duke qenë se jemi koleg, se në cilësinë e nismëtarit unë po ushtroj një funksion timin dhe për sa i përket iniciativës ligjore e garanton kushtetuta dhe sigurisht që unë nuk jam i rënë nga qielli që e bëj këtë gjë, por e kam diskutuar dhe stër diskutuar me shumë anëtar tjerë kolegë nderuar të grupit parlamentar, njëkohësisht e kam diskutuar dhe me ekspertët dhe e kam diskutuar dhe me Ministrinë e Ekonomisë. Ka një qëllim të caktuar pse vjen kjo nisëm, është para nevojshme prej kohësh që të vijë kjo nisëm. Kjo nuk është çështje guximi as personal, as në çështje tjetër, sepse që të qëndrojmë në diskutim këtu bëhet vlerësim në komision mbi përmbajtjen normative, që do të thotë jo mbi perceptime apo interpretime personale që mund të ketë një nismëtar. Me gjithë mirëkuptimin që kam me zonin Koreshi, nuk mendoj që kjo gjë ka të bëjë direkt me mua apo me këto tjetër që do ndërmerrte një nismë të tillë. Projektligji, sidomos në këtë komision të ligjeve, gjykohet mbi dispozitat e tij, mbi koherencën juridike dhe efektet institucionale që parashikon. Që do të thotë, unë jam pjesë e një grupi parlamentar, jam pjesë e kësaj mazhorance, nuk bëj asnjë gjë që nuk e diskutoj, konsultoj në parim, pastaj në detaje me grupin tim parlamentar apo me Këshillin e Ministrave. Të lutem. Po kjo është një arsye, kjo është një arsye më shumë që ta kalojmë këtë ligjin. Se nuk desha të t'japun përgjigje se e rezervova ta jap në fund, se unë të mirë kuptoj në shqetësimin që ke, se janë shqetësime të përbashkëta, po kjo është një arsye më shumë që ti të ngresh dorën për këto ndryshime.